Këshilli i Komunës së Kërçovës mbajti mbledhjen e 48 me radhë. Në këtë seancë, këshilltarët miratuan me shumicë votash propozim vendimin për ndryshim dhe plotësim të buxhetit të komunës për vitin 2025. Ke shpenzimet në këtë kuartal për vitin 2025 kemi realizim prej 19.7%, ose një rritje të shpenzimeve të përgjithshme prej 25% nga sime prej njëjtë për vitin 2024. Në shpenzimet më të larta deri tash të shpenzimeve janë realizime për shpenzime për rroga dhe kompletime nga rroga, 23.69%. Mallra dhe shërbime të mëdha 14.91% apo 26.10% në krahasim me vitin e kaluar. Detyrimet e komunës në total për këtë periudhë janë 30.610.279 denar që janë të zhvilluara për 18.100.000 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ndërsa pas elaborimit nga ana e Burim Kadriut nga sektori i financave pranë Komunës së Kërçovës, këshilltarët miratuan edhe raportin financiar për realizimin e buxhetit të komunës për 3 mujorin e parë. Këshilltarët një zëri miratuan edhe raportin vjetor për realizimin e programit për zhvillim të rajonit jugperëndimor dhe llogarive përfundimtare për vitin 2024. Gjithashtu këshilltarët komunal miratuan edhe planet vjetore për punësim në shkollat fillore dhe të mesme të Kërçovës, si dhe për Universitetin e Punëtorëve Krstemi Sirkov. Këshilltarët miratuan edhe rregulloren për ndarjen e vauçerëve për blerjen dhe instalimin e pajisjeve klimatike të efikasitetit të lartë për anëvisërit për këtë vit.